So në Texas, një motor 6 litra është normë, ndërsa në Paris, një 3 cilindra është normë. Nuk është vetëm shije, është një luftë 100 vjeçare midis forcës brutale amerikane dhe orës precize europiane. Gjeografia, taksat dhe kultura kanë krijuar dy gjuhë mekanike që sot duken të papajtueshme. Urime. Ju jeni gati të kuptoni pse ajo që për disa është liria, për të tjerët është një eksentricitet absurd. Sot ne deshifrojmë misterin e cilindrave. Kushtojini vëmendje faktorit politik dhe arsyes numër 1 që nuk do ta prisni, sepse është fajtori i vërtet që e bën makinën tuaj të tingëlloj si fshës me korrent. Le të fillojmë. Arsyeja e djete. Pafundesja e territorit amerikan përballë dentësisë urbane europiane. Gjeografia është ndoshta arkitekti më me ndikim në ndërtimin e një automobili. Për të kuptuar pse motorët amerikanë janë kaq të mëdhenj, së pari duhet të shohim një hartë të Shteteve të Bashkuara. Po flasim për një vend ku vozitja për 10 orë në të njëjtën kohë mund të mos jetë e mjaftueshme për t'u larguar nga një shtet i vetëm si Teksasi ose Kalifornia. Distancat janë aq të mëdha sa lodhja e motorit është një shqetësim i vërtet. Një motor i madh që funksionon me RPM shumë të ulët, duke ruajtur një shpejtësi konstante lundrimi, është një makinë që i nënshtrohet stresit minimal. Kur keni një motor me 8 cilindra, 6 litra, mund të udhtoni me 120 milje në orë me motorin, që mezi përshpërit në 1500 rrotullime. Kjo siguron jetëgjatësi mekanike që motorët e vegjël, të cilët duhet të rrotullohen shumë më shpejt për të ruajtur të njëjtën shpejtësi, vështirë se mund të përputhen. Në Amerikë, hapësira nuk është luks, është normë. Qytetet u projektuan pas shpikjes së automobilit, me rrugë të gjera, parkinge gjigante dhe korsi që duken si pista. Nuk ka asnjë dënim fizik për drejtimin e një automjeti 5 metra të gjatë me një motor proporcional me madhësinë e tij. Në të kundërt, realiteti europian është një labirint i historisë që i paraprin ardhjes së motorit me djegje të brendshme me shekuj. Qytetet europiane u ndërtuan mbi vendbanime mesjetare, romake ose të rilindjes, ku rrugët ishin projektuar për karroca me kuaj ose thjesht këmbësor. Drejtimi i një automjeti me një motor të madh dhe një shasi masive në përqendër të Firences ose lagjet e vjetra të Madridit është një math logjistik. Dëndësia urbane i detyroi inxhinierët europian të mendojnë të vogla. Arsyeja e re. Kostoja e karburantit dhe politika e subvencionimit të energjisë. Nëse ka një faktor që dikton madhësinë e një pistoni, është çmimi i lëngut që lviz atë. Ekonomia e karburantit është fusha e betejës ku vendos fati i motorëve me zhvendosje të mëdha. Në Shtetet e Bashkuara, nafta ka qenë historikisht e bollshme dhe e lirë. Vendi ka mbajtur një politikë jashtëzakonisht të ulët të taksës së karburantit në krahasim me pjesën tjetër të botës, duke e konsideruar aksesin në benzinë të lirë pothuajse si një të drejtë civile të lidhur me lvizshmërinë dhe produktivitetin. Kur një galon benzin kushton vetëm një pjesë të asaj që kushton në Mbretërinë e Bashkuar ose Gjermani, konsumatori nuk ka asnjë nxitje reale për të shqetësuar nëse automjeti i tij konsumon 15 ose 20 litra për 100 kilometra. Nën këtë premis, inxhinierët amerikan nuk kishin nevojë të investonin miliarda dollar në teknologji komplekse për të kursyer karburant. Ata thjesht mund të rrisin madhësinë e motorit për të marrë më shumë fuqi. Energjia ishte e lirë, prandaj zhvendosja ishte bujare. Një motor i madh dhe i thjesht është më i lirë për të prodhuar sesa një motor i vogël i ngarkuar me teknologji. Dhe nëse karburanti nuk është problem, thjeshtësia fiton. Kur kaloni Oqeanin Atlantik, situata ndryshon në mënyrë drastike. Shumica e vendeve europiane nuk kanë rezerva masive të naftës dhe mbështeten në importe. Për të menaxhuar këtë varësi dhe për të financuar infrastrukturën publike, qeveritë europiane aplikojnë barë tatimore që shpesh përfaqësojnë më shumë se gjysmën e çmimit përfundimtar që konsumatori paguan në stacionin e shërbimit. Arsyeja e tete. Infrastruktura rrugore. Rrugë të pafundme kundrejt rrugëve mesjetare dhe kthesave malore. Mënyra se si bota ushtrua vendosi gjithashtu se cilet motor do të jetonin në kapuçët tanë. Sistemi i autostradave ndështetërore të Shteteve të Bashkuara, i filluar në mesin e shekullit të kaluar, është një nga veprat më të mëdha inxhinierike të njerëzimit. Është mijëra kilometra asfalt, pothuajse krejtësisht i drejtë, i krijuar për të mbajtur shpejtësi konstante për orë të tëra. Në këtë mjedis, shkatësia nuk është aq e rëndësishme sa stabiliteti dhe çift rrotullues.
Një motor i madh ofron një ndjenjë zero përpjekjesh në këto kushte. Ju nuk keni nevojë të bëni ndryshime të vazhdueshme të marsheve. Motori ka forcë të mjaftueshme brutale për të ngjitur në shpatet e buta në marshin më të lartë pa e vënë re shoferi. Është një përvojë relaksuar drejtimi, e krijuar për rehati në udhëtime të gjata. Pezullimet janë të limuara dhe motorët janë të optimizuar për atë shtutje konstante dhe lineare që vetëm zhvendosja e madhe mund të ofrojë natyrshëm. Evropa nga ana tjetër është një kontinent kthesash. Nga kalimet alpine në Zvicër deri te rrugët bregdetare të Rivierës ose rrugët dredha nëpër Pirenej, tereni kërkon një makinë tjetër. Në këto rrugë, një motor i rënd dhe i madh është një dizavantazh, pasi pesha shtesë në boshtin e përparm prish hyrjen dhe ekuilibrin e kthesës së makinës. Shoferët evropian tradicionalisht kanë vlerësuar reagjimin dhe trajtimin. Një motor më i vogël dhe më i lehtë lejon që automjeti të jetë më i ekuilibruar, duke rezultuar në vozitje më argëtuese dhe më të saktë në seksione të përdredhura. Përveç kësaj, infrastruktura europiane është plot me rreth rrotullime, kryqëzime të mbyllura dhe ndryshime të vazhdueshme të lartësisë që kërkojnë që shoferi të ndërveprojë më shumë me kutinë e shpejtësisë. Arsyeja e 7. Sistemet tatimore. Kapaciteti i cilindrit, Evropë, kundrejt peshës dhe dimensioneve, Shtetet e Bashkuara. Dizajni i një motori jo vetëm që i përgjigjet ligjeve të fizikës, por edhe ligjeve të shkruara në kode tatimore të secilit komb. Në kontinentin evropian, taksimi i automobileve ka qenë historikisht një ndëshkim i drejt për drejt për madhësinë e motorit. Për dekada, vende të tilla si Italia, Franca dhe Spanja përdorën zhvendosjen simetrik kryesore për llogaritjen e taksave rrugore dhe tarifave të regjistrimit. Kjo do të thotë se një qytetar që vendos të blejë një automjet me një motor 5000 cm3 do të përbalej me një barë vjetore tatimore 10 ose 15 herë më të lartë se ajo e dikujt me një motor 1100 cm3. Ky sistem tatimor i detyroi inxhinierët të luanin një lojë me zgjuarsi të vazhdueshme. Si të merrnin performancën maksimale të mundshme brenda një kufiri shumë të ngushtë zhvendosjeje. Për shembull, në Itali, motorët më të mëdhenj se 2000 cm3 i nënshtroheshin prej kohësh një takse mbi vlerën e shtuar të dyfishuar, duke rezultuar në krijimin e versioneve specifike të makinave luksoze me motor më të vegjël por jashtëzakonisht kompleks për të kompensuar humbjen e fuqisë. Zhvendosja u bë sinonim i pasurisë dhe për këtë arsye një objektiv për mbledhësin e taksave. Në Shtetet e Bashkuara, historia është diametralisht e kundërt. Qeveria federale dhe qeveritë shtetërore rrallë kanë penalizuar drejt për drejt madhësinë e motorit. Taksat atje fokusohen më shumë në vlerën e automjetit ose në disa raste, peshën dhe dimensionet e tij të përgjithshme. Pa asnjë pengesë tatimore të bazuar në centimetra kub, prodhuesit amerikan kishin dorë të lirë për të ndjekur filozofinë se më i madhi është më mirë. Nëse kostoja e regjistrimit të një motori me 8 cilindra është e njëjtë me atë të një motori me 4 cilindra dhe karburanti është i lirë, nuk ka asnjë arsye logjike nga këndvështrimi i konsumatorit për të privuar veten nga çift rrotullues dhe butësia e një motori të madh. Arsyeja e 6. Kultura e rimorkios dhe stili i jetesës rekreative jashtë qytetit. Për të kuptuar motorin amerikan, duhet të kuptoni se çfarë bën pronari i asaj makine gjatë ditëve të tij të pushimit. Kultura rekreative në Amerikën e Veriut është e lidhur në thelb me kapacitetin e ngarkesës dhe tërheqjes. Nuk është e pazakontë që një familje mesatare të zotërojë një vark, një rimorkio me jet ski, një karvan për camping ose një rimorkio për transportin e kuajve ose pajisjeve të punës. Distancat nga parqet kombëtare ose liçenet mund të përfshin mijëra kilometra udhëtim dhe këtu zhvendosja bëhet e domosdoshme. Tërheqja e 3 ose 4 tonë nëpër male shkëmbore nuk është diçka që mund t'i besohet një motori të vogël turbo, sado modern të jetë. Një motor i vogël në ngarkesë ekstreme gjeneron nxehtësi të jashtëzakonshme dhe konsumohet para kohe për shkak të presioneve të larta të brendshme. Nga ana tjetër, një motor me zhvendosje të madhe ka një inerci termike dhe një kapacitet për përpjekje që bëjnë punën e rëndë të duket si një detyrë thjeshtë. Kjo nevojë ka përshkuar edhe automjetet që nuk janë menduar fillimisht për punë. Konsumatori mesatar amerikan blen një automjet me një diferencë kapaciteti shumë më shumë se ajo që i nevojitet në bazë ditore, vetëm për të qenë i sigurt se nëse vendosin të blejnë një vark verën e ardhshme, makina e tyre do të jetë në gjendje ta përballojë atë pa asnjë problem. Në Evropë, kultura e rimorkios ekziston, por në një shkallë shumë më të vogël dhe me pajisje shumë më të lehta.
Shumica e shoferëve evropian që kanë nevojë të tërheqin diçka të rëndë, zgjedhin automjete me naftë me qift rrotullues të lartë, por edhe këto nuk janë më pak se kamionçina 3 cerekton që janë të zakonshme në çdo periferi në Shtetet e Bashkuara. Ideja që makina duhet të jetë një mjet me shumë qëllime, i aftë për të lëvizur një shtëpi të tërë nga një shtet në tjetrin, është një nga arsyet themelore pse motori me 8 cilindra refuzon të vdes në tregun amerikan, duke qenë pjesa qendrore e një stili jetese që vlerëson vetë mjaftueshmërinë dhe aftësinë për të eksploruar në një shkallë të gjerë. Arsyeja e 5. Qift rrotullues i ulet kundrejt fuqisë së lartë. Pse amerikanët e duan shtitjen e menjëhershme? Ekziston një ndryshim themelor në ndjenjen drejtuese që çdo kulturë vlerëson. Amerikanët kanë një obsesion të veçantë me qift rrotullues, veçanërisht me qift rrotullues të disponueshëm nga momenti kur drita bëhet jeshile. Kjo njihet si shtutje poshtë. Për shkak se qytetet amerikane janë të mbushura me ndalesa të detyrueshme, semafor në çdo cep dhe rampa autostrade, aftësia për të përshpejtuar menjëherë një automjet të rënd është një përparësi kryesore. Një motor me zhvendosje të madhe gjeneron një sasi masive qift rrotullues në rrotullime shumë të ulta. Nuk është e nevojshme të prisni që një turbocharger të ngarkojë presionin ose që motori të arrijë 6000 rrotullime për të ndjerë forcën. Fuqia është aty, menjëherë e disponueshme. Kjo shpërndarje e lehtë e energjisë përcakton karakterin e drejtimit amerikan. Është një përvojë lineare, e parashikueshme dhe e fortë. Përkundrazi, filozofia evropiane ka tendencë të favorizojë fuqinë e lartë. Për shkak të kufizimeve tatimore të përmendura më lartë, motorët evropian janë zakonisht më të vegjël dhe duhet të rrotullohen shumë më shpejt për të prodhuar shifra konkurruese të fuqisë. Kjo krijon një stil drejtimi ku shoferi duhet të punojë më shumë me transmisionin për ta mbajtur motorin në zonën e tij optimale të performancës. Ndërsa një shofer i një makine sportive amerikane mund ta lërë makinën në marshin e tretë dhe ta lërë qift rrotullues të bëjë të gjithë punën, një shofer evropian shijon procesin e ndërrimit dhe shtirjes së motorit në kufirin e tij maksimal. Megjithatë, për përdorim të përditshëm në kushtet amerikane, kjo nevojë për të ndezur motorin mund të perceptohet si një dobësi ose mungesë rafinimi. Arsyeja e 4. Thjeshtësia mekanike dhe besueshmëria në klimat ekstreme. Inxinierja e automobilave në Shtetet e Bashkuara ka ndjekur historikisht një rrugë pragmatizmi që jep përparësi mbijetesës së komponentëve mbi sofistikimin teknik. Ky mentalitet bazohet në një realitet gjeografik të pashmangshëm. Vendi ka disa nga klimat më armiqësore dhe më të larmishme në planet. Nga 45 gradë Celsius vera në shkretirat e Arizonës, deri në 30 gradë nën zero në fushat e Dakotës së Veriut, një motor amerikan duhet të jetë në gjendje të funksionojë pa ankesa. Për të arritur këtë, prodhuesit janë mbështetur për dekada në thjeshtësinë e dizajnit të valvulave të sipërme dhe bloqeve të trasha hekuri ose alumini. Ndërsa një motor modern evropian mund të jetë i pajisur me 4 boshte me guga, sisteme komplekse të kohës së ndryshueshme dhe një rrjet zorësh vakumit të prirur ndaj defekteve, motori tradicional amerikan me 8 cilindra përdor një arkitekturë shumë themelore. Kjo thjeshtësi nuk është mungesë aftësie teknike, por një vendim i qëllimshëm inxhinierik. Një motor me më pak pjesë lëvizëse është, sipas përkufizimit, një motor me më pak pika të mundshme dështimi. Në hapësirat e mëdha rurale të Amerikës, ku dyqani më i afërt i riparimit të automjeteve mund të jetë 100 milje larg, besueshmëria mekanike është një çështje e sigurisë kombëtare. Motorët me zhvendosje të madhe funksionojnë nën shumë më pak stres mekanik për të prodhuar të njëjtën fuqi si një motor i vogël i mbingarkuar. Një motor 6 litra që jep 400 kuaj fuqi po punon në një fraksion të kapacitetit të tij të plot, ndërsa një motor 2 litra që përpiqet të arrijë të njëjtën shifër po funksionon në kufirin e tolerancave të tij termike dhe strukturore. Kjo rezervë, kapaciteti lejon automjetet amerikane të arrijnë lehtësisht 300 ose 400.000 kilometra me mirëmbajtje minimale, duke i bërë ato mjete transportit të pashkatërueshme në kushte ku motorët e tjerë thjesht do të shpërbëheshin. Arsyeja e 3. Epoka turbo. Përgjigja e Evropës për anashkallimin e rreguloreve të emetimeve. Adoptimi masiv i turbochargers në tregun evropian nuk lindi nga dëshira e shoferëve për motor më të fuqishëm, por nga një nevojë e dëshpëruar nga prodhuesit për të respektuar rregulloret mjedisore të Bashkimit Evropian. Cikli i homologimit të emetimeve ndëshkoi rënd zhvendosjen statike, duke i detyruar markat të zvogëlojnë madhësinë e bloqeve të motorit në nivele të paimagjinueshme më parë.
Kështu lindi epoka e zvogëlimit, ku motorët me 3 cilindra dhe 1200 cm3 zvendësuan motorët e vjetër dhe të fuqishëm me 6 cilindra. Zgjidhja për të shmangur humbjen e performancës ishte induksioni detyruar. Turbo lejon që një motor i vogël të silet si një i madh kur kërkohet, por konsumon pak karburant në testet laboratorike. Megjithatë, kjo është një zgjidhje që ka një kosto të fshehur, për sa i përket kompleksitetit dhe qëndrueshmërisë. Në Shtetet e Bashkuara, megjithse ekzistojnë eve rregullore të ekonomisë së karburantit, mënyra se si ato zbatohen ka lejuar motorët e mëdhenj të mbijetojnë. Konsumatori amerikan ka qenë historikisht skeptik ndaj motorëve të vegjël turbo, duke i lidhur ata me mungesën e jetëgjatësisë dhe shpërndarjen e çrregullt të energjisë. Megjithse markat si Ford kanë pasur sukses me motorët e tyre EcoBoost, një pjesë e madhe e tregut ende preferon aspirimin natyral. Arsyeja është e thjeshtë. Një motor turbo shton një shtresë kompleksiteti termik dhe mekanik që kërkon vajra sintetik të shtrenjtë, intervale më të ngushta mirëmbajtje dhe sisteme ftoje shumë më të fuqishme. Arsyeja e dytë. Tingulli dhe prania. Motori si simboli statusit dhe lirisë kulturore. Automobili në Shtetet e Bashkuara është shumë më tepër se një mjet transporti. Është një zgjatim i personalitetit dhe një simbol i lirisë individuale. Në këtë kontekst, tingulli i një motori luan një rol themelor psikologjik. Zurma e thellë dhe ritmike e një motori me 8 cilindra, i njohur gjerësisht si tingulli i muskujve amerikan, është një nënshkrim akustik që nuk mund të përsëritet nga asnjë konfigurim tjetër mekanik. Ky tingull projekton një imazh të fuqisë, autoritetit dhe statusit që është i rrënjosur thellë në pavedien kolektive të kombit. Nga filmat e Hollywoodit deri te këngët rock, makina me fuqi të madhe është portretizuar si mjeti i heronjve dhe atyre që nuk kanë frikë të dallohen. Në një shoqëri që vlerëson shkallën dhe matësinë në gjithçka, nga porcionet e ushqimit deri te arkitektura, një motor i vogël dhe i qetë shpesh perceptohet si i pamjaftueshëm ose pa karakter. Përveç kësaj, ekziston një dimension kulturor i sfidës përballë tendencave globale. Ndërsa pjesa tjetër e botës lëviz drejt elektrifikimit dhe reduktimit të emetimeve, mbajtja e një motori të madh është, për shumë njerëz, një akt i ruajtjes kulturore dhe një deklaratë autonomie. Zotërimi i një motori që konsumon karburant bujarisht, por ofron një prani imponuese në rrugë, shihet si një luks që vetëm një vend me burime dhe hapësirën e Shteteve të Bashkuara mund ta përballojë. Nuk ka të bëjë vetëm me shpejtësinë, por me mënyrën se si zën hapësira. Drivja e shasis kur motori është boshe, përgjigja e zërit kur shtupet gazi, vendjesia e masës lëvizse krijojnë një përvojë shqisore që amerikanët nuk janë të gatshëm ta shkëmbejnë me efikasitetin klinik të një motori evropian ose aziatik. Për ta, motori me zhvendosje të madhe është rrahje të zemrës së autostradës amerikane, një kujtesë e vazhdueshme e një epoke bollku dhe aftësisë për të pushtuar horizontin pa kufizime. Arsyeja e parë. Efekti i luftës së dytë botërore në zhvillimin e motorëve industrial. Për të kuptuar obsesionin amerikan me zhvendosjen e madhe, është e detyrueshme të kthehemi në mesin e shekullit të 20-it, veçanërisht në periudhën e luftës së dytë botërore. Ndërsa fuqit europiane dhe Japonia i dhanë fund konfliktit me infrastrukturat e tyre industriale të shkatëruara dhe burimet e tyre energjetike të varfëruara, Shtetet e Bashkuara u shfaqën si superfuqe industriale e padiskutueshme. Gjatë viteve të luftës, industria amerikane e automjeteve u ndal plotësisht për të ushtëruar në arsenalin e demokracisë. Fabrikat që më parë prodhonin sedanët familjar, filluan të prodhonin motor avionësh, tanke dhe kamion me transport të rënd në numër industrial. Ky tranzicion i detyruar nga lufta gjeneroi një njohuri të thellë se si të prodhohet motor të mëdhenj, të fuqishëm dhe mbi të gjitha jashtëzakonisht të qëndrueshëm në kushte luftarake. Kur mbaroi lufta, kjo njohuri teknike nuk u hodh poshtë, por u transferua drejt për drejt në automjetet e konsumatorit. Inxhinierët që kishin projektuar motor për avion luftarak dhe bombardues, u kthyen në tabelat e vizatimit të Detroitit me një mentalitet masiv. Ndryshe nga Evropa, ku karburanti ishte një mall i pakët dhe i racionuar për shkak të shkatërimit të rafinerisë dhe rrugëve të furnizimit, në Amerikë benzina ishte e bollshme dhe qesharake e lirë. Nuk ishte presion ekonomik për të projektuar motor të vegjël ose efikas. Në të kundërt, prosperiteti pas luftës dhe krijimi i sistemit të autostradave ndërshtetërore kërkonin automjete të afta për të kaluar një kontinent të tërë me shpejtësi të lartë konstante. Industria thjesht aplikoi atë që bëri më mirë.
motor të mëdhenj industrial të përshtatur për përdorim civil. Kjo trashëgimi ushtarakeve industriale cimentoi arkitekturën e motorit me 8 cilindra si standard i artë, duke krijuar një trajektore teknologjike që do të ndante përgjithmonë rrugën e inxhinierisë amerikane nga pjesa tjetër e botës. Pra, cili motor është më i mirë për sa i përket efikasitetit, jetëgjatësisë dhe kënaqësisë së drejtimit. Kur vë filozofin e motorit të madh kundër motorit të vogël të teknologjisë së lartë? Përgjigjja e cila është më e mirë varet rreptësisht nga metrika e përdorur, megjithse fizika favorizon zhvendosjen e madhe në aspekte themelore. Nëse flasim për efikasitet të pastër termik në kushte laboratorike, motori modern i vogël turbo është një mrekulli inxhinerike. Është i aftë të nxjerrë një sasi mahnitëse energjie nga çdo pikë karburanti përmes presioneve ultra të larta të injektimit dhe turbove me gjeometri të ndryshueshëm. Megjithatë, ky efikasitet shpesh është jetë e shkurtër dhe zbehet në momentin që shoferi kërkon fuqi reale, pasi sistemi duhet të pasurojë përzierjen e karburantit për të ftohur komponentët e brendshëm dhe për të parandaluar shpërtimin. Për sa i përket jetëgjatësisë, avantazhi është dërmuese i anuar drejt motorit me zhvendosje të madhe. Mungesa e induksionit të detyruar do të thotë që presionet e brendshme brenda bllokut janë dukshëm më të ulta. Një motor me 8 cilindra me aspirim natyral është në thelb një copë metali që nuk funksionon në stres. Përbërësitë e tij vuajnë më pak lodhje termike dhe vaji nuk i nënshtrohet temperaturave ekstreme të kushinetave të një turbo që rrotullohet me 200.000 rrotullime në minutë. Sa i përket kënaqësisë së vozitjes, ne hyjmë në sferën e subjektivitetit, por me të dhëna objektive të përgjigjes. Motori i madh ofron shpërndarje të menjëhershme, lineare të çift rrotullues. Nuk ka turbo vonesë, nuk ka ndryshime të papritura në shpërndarjen e energjisë. Është një forcë konstante dhe e parashikueshme që siguron një ndjenjë kontrolli absolut. Ndërsa motori i vogël mund të ndihet nervoz dhe kërkon të qenit në intervalin e duhur të rrotullimeve për t'u përgjigjur, motori i madh ka gjithmonë një rezervë fuqie, e cila e përkthen kënaqësinë e vozitjes në një përvojë qetësie dhe autoriteti në asfalt.